opozitës, Sali Berisha e ka cilësuar mbrojtjen që kryeministri Edi Rama po i bën Belinda Ballukut si pasojë të presionit që zëvendës kryeministre po i bën shefit të saj për shkak të aferave të përbashkëta korruptive. Në një reagim Berisha shkruan se Balluku ka kërcënuar Ramën dhe gjithë kupolën shtetërore se do t'i marrë ata me vete në rast se këta nuk e mbrojnë. Berisha foli edhe për prapaskenat e takimit shtatorësh të zhvilluar në kryeministri mes Edi Ramës dhe Belinda Ballukut, pasi GKKO e pezulloi nga detyra. Lideri i opozitës thotë se fillimisht Rama i ka kërkuar asaj dorëheqjen, ndërsa në kundërpërgjigje Balluku e ka kërcënuar me mesazhe dhe video që implikojnë shefin e qeverisë në aferën e tunelit të Llogaras. Kryeministri Edi Rama i dërgoi sërish mesazhe paralajmëruese gjykatës kushtetuese duke i diktuar vendimin lidhur me ankimimin e tij për pezullimin e zëvendës kryeministres Balluku. Ndërsa shmangu çdo shpjegim për aferën e tunelit të Llogaras dhe akuzat e prokurorisë, Rama kundërshtoi pezullimin e ministres duke thënë se bëhet i pamundur edhe zvendësimi i drejtorëve të KESH dhe ARSH që janë në arrest për shkak se e vetmja që ka kompetencë për emërimin dhe shkarkimin e tyre është Belinda Balluku. Një plagosje me armë zjarri ka ndodhur në qytetin e Beratit. Sipas informacioneve të policisë, është paraqitur në spital për ndihmë mjekësore shtetasi Fabiel Toska alias Xhindi, 37 vjeç banues në Berat. Ngjarja ka ndodhur në hyrje të qytetit, ndërsa 37 vjeçari ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë burimet të sigurta informacioni bëjnë me dije se Fabiel Toska alias Xhindi mësohet se po udhëtonte me një shok në makinë kur është parakaluar nga një automjet, të cilit i kanë bërë shenjë me drita që të ndaloj. Rastet e atakut kardiak po njohin rritje në kohët e fundit. Mjeku kirurg i kardiologjisë hemodinamike në Vjenë, Aurel Toma, thotë se ka rritje të rasteve tek moshat e reja pasi nuk bëjnë kontrolle. Ndërkohë që faktorët kryesor janë konsumimi i duhanit, ushqimi dhe tensioni i lartë, dhe me këtë të fundit që mjeku Toma e konsideron një vrasës të fshehur. Ndërkohë për Florim Çuçuli, shefi i kardiologjisë në Luzern të Zvicrës, shpreh se në Shqipëri mungon materiali për ndërhyrjet në rastet e një ataku kardiak. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka diskutuar për territoret dhe garancitë e sigurisë për Ukrainën në një bisedë telefonike me të dërguarin special të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner. Në një reagim në rrjetet sociale, Zelensky tha se diskutimet ishin konstruktive dhe ishin vendosur hapat dhe format e radhës për dialogun midis dy vendeve. Ndërkohë, sipas agjencisë së lajmeve Axios, burime të ndryshme kanë raportuar se biseda e Zelenskit me Witkoff dhe Kushner ka qenë e vështirë dhe ndërlikuar sa i përket pjesës së territoreve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë paralajmëruar vendet evropiane antare të NATO se kanë kohë deri në 2027 për të marrë përsipër shpenzimet e shumicës së aftësive mbrojtëse të aleancës përpara se Washington të tërhiqet nga kontributet e tij. Agjencia ndërkombëtare e lajmeve Reuters ka raportuar se sipas disa burimeve të saj, ky paralajmërim është dhënë nga zyrtarët e Pentagon para diplomatëve evropian po këtë javë. Reuters shkruan në artikull se disa nga delegacionet evropiane kanë cilësuar këtë kërkesë si jo realiste, teksa kanë kërkuar një zgjatje të afatit. Zhvendosja e kësaj përgjegjësie nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës tek anëtarët evropian të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut do të ndryshojë në mënyrë dramatike mënyrën se si SBA-t, një nga anëtarët themelues të aleancës, bashkëpunojnë me partnerët e tyre më të rëndësishëm ushtarak.